Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tiron Alili. Shpresoj që të keni nisur një ditë të bukur me energji fantastike. Sot jemi drejt ditës së fundit të punës, në fakt jeni ju, jo unë, dhe do të shkojmë drejt vikendit. Unë e di që shumica prej jush tashmë kanë bërë rrobat gati, qoftë ato shqiptarët e Kosovës, qoftë Maqedonisë edhe Shqipërisë, sepse shqyqyr Zotit, rrugët i kemi shumë afër më, nuk është si më parë, dhe e di që fundjavën, vikendin do ta kalojnë në Bregdetin shqiptar, duke u argëtuar së bashku me familjet e tyre dhe duke bëri çik thashë theme për vipat shqiptar, për jetën e tyre, për angazhimin e tyre, qoftë atë profesional, por edhe atë privat. Tani dua të ndaloj pak tek Egli Tako. Egli Tako, muajt e fundit është në shënjestër për çdo veprim, për jetën e saj, për çdo lëvizje të saj, për çdo veshje të saj, qoftë analizuar deri në markat se sa kushtojnë veshjet e Eglit, tashmë pas përfundimit të Big Brotherit. Ne dim shumë bukur që Big Brother është një derë e cila të hapen një mundësi në jetë që ti të njohësh veten tënde dhe të tregosh nga vetja jote atë që ndoshta kur nuk e ke patur mundësi ta thuash për publikun shqiptar, por të hapen edhe disa dyert të tjera që në fakt janë dyert më të vështira që një njeri mund t'i hapën në jetën e vet. Dhe pikërisht Egli, diti të analizoj lojën, diti të mbërthen Big Brotherin, jo Big Brotheri të mbërthen Eglin, sepse zakonisht banorët kur futen në Big Brother, do me thënë e kalojnë njësoj këtë historin, këtë situatën, dhe ndodhin fenomenet të këtilla, dhe kjo është arsyeja përse Egli tash është në qendër të vëmendjes. Disa ditë më parë u tha që Egli do të ishte në Detroit, një mbrëmje e cila është anuluar, në fakt një mbrëmje që ka qenë të mbahet me datën 14. Egli është parë në një Instagram, të lutem shumë, mund të më japësh fotografin? Faleminderit. Egli është parë në këtë Instagramin me këtë zotrin, për të cilin, për të ruajtur etikën e tij, unë e kam fshirë fytyrën. Nuk ka të bën me ndonjë budallallik si mund ta komentoni ju, sepse ju menjëherë i veni gjërat në lidhje. Do me thënë, është një fans i Eglit, i cili ka bërë një fotografi me Eglin, e ka takuar në rrugë. Tani, shumica dëshironin të dinë se ku është ky lokacion, ku ndodhet kjo lagje. Pas Eglit ndodhet një makinë me targën 03 dhe me sa unë kam arritur të kuptoj, ato që janë nga Kosova e din më mirë, që me 03 identifikohet peja. Do me thënë është hyrja apo është targa e pejës. Do me thënë makina pas është një makinë e pejës, ndërsa zotëria, nuk dim se nga është, respekte për zotërin, por ka bërë një foto me Eglin. Nuk është se për shembull publiku shqiptar i ka interesuar të zbuloj identitetin e zotërisë, fotografia është publike në Instagram dhe zotëria e ka nxjerr me këngën të Eglit edhe të Kellit, do me thënë, si fotografi, por më së shumti ju ka interesuar vendi ku ndodhet. Tani, po të shikoni në detaje dhe të analizojmë detajet, pas Eglit ndodhet një ndërtesë me ngjyrën kafe. Tani kjo ndërtesa, sipas të gjitha ulëmtimeve, faleminderit shumë, pikërisht është kjo fotografi. Tash kjo ndërtesa, sipas të gjitha ulëmtimeve të cilat janë bërë, duket që ndodhet në Kosovë dhe Egli ndodhet në Kosovë. Tani, në Kosovë, afër kësaj ndërtesës, ndodhet edhe studioja e 360 Music, apo nëse nuk jam gabim, studioja ku Gjesti i ka bërë këngë, do me thënë studia SBE, diçka e këtillë, është një studio tjetër që lidhet me 360 Music, është një studio e re kjo,
Do me thënë, është një studio që është publikuar nga ana e një gjesti, do me thënë që ka mik këtë pronarin e kësaj studios. Studio muzikore është kjo. Dhe pikërisht Egli, kohët e fundit, qëndron më së shumti në Kosovë, qëndron më së shumti në Prishtinë. Siç duket Egli nuk shpejtohet shumë në projektet e saj, nuk shpejtohet shumë në angazhimet e saj, nuk shpejtohet shumë në ritmin e punës së saj, ajo thjesht gjërat i bën me një intensitet shumë të avashtë. Nuk është se ka publikuar ndonjë coming soon, nuk është se ka publikuar ndonjë fotografi që po sjellën projekte të reja. Do me thënë, u tha që do të bënte shumë gjëra, por siç duket me shkatrimin e marrëdhënies me Fifin, Egli tani po mendohet mirë se kujt do t'i jap besën e famës edhe të suksesit të saj për të nisur me një intensitet të lartë këtë punë. Ndoshta pret që gjesti të kthehet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të fillojnë fuqishëm me punën e projekteve, por ne arritëm të zbulojmë që Egli shumicën e kohës e kalon në Kosovë. Njëherë ishte kjo hamendësimi që Egli dhe Fifi kalonin të dyja bashkë momente, do me thënë në Kosovë, por tani duhet kuptojmë se me kë qëndron dhe për kë qëndron Egli në Kosovë. A banon Egli në banesën e gjestit edhe po bëjnë të dy një bashkëjetesë dhe me të drejtën e një gruas, le të themi në thonjza të martuar, jeton në Kosovë, apo thjesht shkon përkohësisht, qoftë edhe për një natë, 2 net, edhe bën disa incizime vokalistike apo një projekt edhe kthehet nga mbrapa. Se unë me sa e di, Egli familjen edhe jetën e ka në Tiranë, nuk e ka në Kosovë. Tani, se çfarë e lidhen Eglin me Kosovën, kur Egli nuk ka asnjë mbrëmje momentalisht në Kosovë për shembull që të jetë aktive atje, duket që në shumicën e rasteve mund të jetë shoqëruar me nga 1 ose maksimumi 2 persona, të cilët do ta shoqërojnë Eglin, dhe kjo është pak e befasishme, do me thënë si situatë që po ndodhen. Unë dua të marr mendimin tuaj përse Egli ndan kaq shumë kohë në Kosovë.